Të hënën pas dreke, një njeri me kostum gri dilte nga dera e pasme e kryeministrisë. Shiu i dëndur dhe qielli i errët gri, me pasoj pak njerëz e makina në rrugë, i mundsuan deputetit socialist të largohej me një vështrim majtas e djathtas, më shumë për njerëzit se sa makinat, thuajse i pa vënë re në drejtim të Rognerit. Them thuajse, pasi unë që po e shkruaj, jam i sigurt për këtë. Nëse duhen prova, mjafton të shihet libri i hyrje-daljeve të kryeministrisë, ose në mungesë të shënimit, mjafton të kontrollohen kamerat e sigurisë së kryeministrisë. Nëse serveri nuk është fshirë sigurisht. Por nuk besoj se takimi i kryeministrit me një deputet socialist nuk ka rëndësinë e 21 janarit. Apo e ka? Veç nëse kanë folur për një temë, presidentin e Republikës. Kjo është tema që lidh dy detajet. Është tema, në fakt, që ka lidhur vendin në ngërçin më të rëndësishëm, e shpresoj jo më të rrezikshëm të viteve të fundit. Një ditë më parë, Edi Rama foli për hapjen e Mercatos nga ana e kryeministrit. Ai foli për dy takime të së shtunës me dy deputet socialist. Partia Demokratike këtë e përgjigjëstroi dje. Fakti që vizita e deputetit socialist ndodhi të hënën tregon se të dyja palët po gënjejnë. Gjithë çështja është kush po gënjen më shumë e kush më pak. Rama ka rrezik të gënjejë më pak, por bën më shumë zhurmë. Ashtu si për certifikatat, hapjen e kutive, kartat e identitetit të falsifikuara, gjithë këto vite opozita ka bërë zhurmë, por rrallë dhe pak ka arritur të vërtetojë tezat e saj. Shumica kanë qenë zbulime mediatike, por ka pasur raste, si ai tunelit në qendrën e numërimit në Laprak, që po media i zbuloi se nuk ekzistonin, ndërsa deputetët socialist që e denoncuan u zhdukën e errësirë. Ndërkohë, Berisha sigurisht që gënjen më shumë, por ai bën vetëm pak, shumë pak zhurmë. Kështu, ka shumë gjase që ndërsa Ramës i thonë se takimi është bërë të shtunën, në fakt, siç e dëshmon dëshmitari im okular, ai është bërë të hënën. Ndaj, Berisha ka drejt për të shtunën, por nuk di a mund, si mund, të përgjigjëstrojë takimin e të hënës. Ka shumë legjenda urbane këto ditë për numra që lëvizin. Pandi që nuk voton Ilirin, jo Metën, Iliri Meta që nuk voton Josefinën, Josefina që nuk voton Fullanin, Fullani që heton Priftin, Prifti që nuk voton Nanon, Nano që ikën në Vjenë, dhe Vjena që ashtu si Tirana gdhiet në të njëjtin qiell gri, që i mundësoi ikjen nga kryeministria deputetit socialist thuajse në errësirë të plot. Desharova Kaçin, por ai pak rëndësi ka se voton vetëm veten. E vërteta është se sot dy palët imagjinare kanë 70 vota secili, por në fakt nuk është kështu. Situata është aq e rreshme, pa sa një muaj më parë, kur kandidati amerikan Fatos Nano kishte 71 vota, e kur një muaj më pas, brenda një dite, të ende së zezë, mori refuzimin e dy kokave të mëdha. Një ditë më pas, edhe heshtjen e Arvizus. Alarmi i Ramës lidhet pikërisht me këtë, se ai, ashtu si Nano, mendon se tani me Metën ka në dorë lojën e presidentit. E këtu i prishet gjumi natën e entuziazmit ditën, e beson gjithçka që i thon. E vërteta është se ende sot e gjithë ditën Meta ende nuk i ka thënë fjalën e tij, e derisa nuk e thot publikisht, ngjalat janë ende në det e jo në tavolinë. Berisha nga ana e tij mendon se ka të kopsitur situatën, por ende nuk e thot emrin e Topallit. E derisa nuk e thot, faqja e re online presidenciale e zonjës son të hekurt mbetet tash për tash, si thot Zhej, shenja e vetme, dhe në zotë jo e fundit, prap Zhej ky, e presidentës imagjinare Topalli. E vetme gjë e qartë në gjithë të lojë mendore është skema me të cilën po luajnë dy faktorët kryesor. Berisha, i cili nga kjo përplasje me shumë gjas humbet Metën, por fiton presidentin. Me sa duket, po dështon të rreqë opozitën në votim, si e vetme mënyrë për të legjitimuar pëllumbat e paqes, që do t'i jepnin presidentit të PD-s legitimitetin e munguar kushtetues. Rama, i cili nga kjo lojë me gjas humbet, sërish, e si zakonisht, këtë radhë presidentin e fiton Ilir Metën. Në fakt, po e ngre me sukses piketet e mbrojtjes së tij Luzhni, braktisjen e seancës parlamentare për zgjedhjen e presidentit, si fatkeqësisht e vetmja mënyrë për të mbajtur mbledhur grupin e tij parlamentar, i cili funksionon si një ameb e zhurmshme primitive. Në varësi të rrezeve të diellit, ndahet e bashkohet Kuturu, e ashtu si gjaku me rezus negativ i nënës, ha e shkatron fetusin embrional në mitën e saj, edhe ky grup parlamentar, sa herë vjen fjala te një betejë e fortë, sheh më shumë Berishën se sa Ramën si fitues potencial të saj. U kujtohet se në vitet 80, ashtu në Ndor,
qarkullonte një poezi erotike e Andon Zako Çajubit e titulluar Kandari. Ajo fillonte me vargjet. Grua, më është prishur kandari, nuk është më ai i pari, që rëshqiste shpejt si ngjal, drejt vendlindjes nga ka dal. Kjo është loja për presidentin sot. Të gjithë me kandar të prishur, por ruhen mos han ngjallën, jo të bëjnë vendin me një president dinjitoz. Nes na mbetet vetë se të qeshim si plaku mere, e të vrasim mendjen ku e dinte ky Çajupi këtë punë e ngjallave 100 e ca vjet më parë. Merkato e ngjallave nga Sokol Balla.